Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu jalla ala falenderojmë, vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun jalla jalaluhu që takimet tona të bëjnë të dobishme, të frytshme në këtë dunjë, drejtim në varr e shpëtim ditën e gjykimit. Të nderuar që nga takimi i kaluar kemi filluar në çerekun e tretë të librit, e që ka të bëj me udhëzimet, me sqarimet, me shtëllimet e aso që ka pranë autori në lidhje me gjëra që e shkatërrojnë njeriu, rreziqet. Dhe ka filluar këtë temë fillimisht me zemrën, për shkak se potenciali apo insistimi, domethënë, i shejtanit dhe tërë përpjekja e tij dhe tërë potencialet e tij janë të orientuara drejt, domethënë, dobësimit të zemrës. Nëse zemra, domethënë, prishet, krejt çka ka prishen atë. Nëse zemra rregullohet, gjithçka rregullohet, sikur që e ka përmend i dërguari në hadith. Dhe ka filluar me titullin Ajaib al-Qulub, domethënë çudit e zemrave. Domethënë çudit e zemrave kemi treguar në takimin e kaluar disa arsye pse ka qujt kështu, për faktin se zemra shpesh lëviz, domethënë habite shysh, domethënë lëviz, ndrohet gjendja e zemrës. Mëngjes mund të jetë një zemër me besim e udhëzim, natën përfundon ke ndryshe apo. Edhe kundërta. Dhe zemra e ka marrë emrin qalb, se në gjuhën arabe qalb është përmbysje dhe rrotullim. Për shkak se rrotullohet edhe përmbyset në mbrana çasteve shumë të shkurtra. Pra njëri duhet me rujt zemrën e tij. Duhet me investu në zemrën e tij, dhe me rujt nga çdo faktor i cili e dobëson zemrën apo i sjell asaj probleme, smundje apo edhe zotërujt vdekje dhe shkatrim. E autori ka përmend domosdoshmë se kur lidhet për ato që e rrezikojnë zemrën, rreziku kryesor vjen nga shejtani, i cili tenton me gjetë porta të caktuara me depërtu tek zemra e njeriu. Nëse njeriu është i mbyllur, Allahu xhallahu ala ka mbrojtur me besim, me natyrshmëri, me arsye logjike të shëndosh. Por njeriu ja hap shejtanit portat përmes veseve të caktuara që kemi folur për to, dhe kur depërton pastaj hudh helmet i në zemër dhe smundja është e gatshme. Ka përmend disa porta që kemi thonë atje, jo hasedi, urrejtja, kështu me radhë, lakmia e shumë tjera. Tash në kapitullin vijus autori fillon tash pak më konkret më fol për këto probleme dhe flet për një lloj trajtimi të duhur që duhet më ia bëjë nefsit. Kalimi nga zemra në nefs, domthonë i ka dy kuptime kryesore. E para, nefsi si një problem serioz që i sjell zemrës të lashe, nga një ran, dhe e dyta, nefsi në kuptimin e përgjithshëm është brendia e njeriu. Në kohë që ai nefsi pjesë e ngushtë që dim që i ka ato, domthonë, anë të errta të njeriu, është let i menaxhueshëm nga shejtani, nga se ka prirje për me u dhënë pasjoshjeve kështu me radhë, por nefsi në disa kuptime është shumë më i gjonjë që përfshihet edhe zemra e tij. Prandaj Allahu thot ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, o ti shpirt i qetë, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ktheu tek Zoti, këtu nuk është nefsi në kuptim negativ që flasim për të, asaj që duhet me rujt se bën probleme, por është në tërësi apo në një forcë e brendshme që njeriu e shtyn drejt reagimeve të caktuara. Nga se njeriu në vazhdimin e kësaj bote provokohet nga situata ndryshme dhe në bazë të situatës ai reagon. Dhe këtë jetë është reagim i caktuar në raport me situata të caktuara. Për shembull, kur të thirrë azani, besimtari reagon me përgjigje, apo reagon me përgjigje. Kur begatohet, reagon me falërim. Kur gabon, reagon me kërkim falje. Reagim caktuar. E këto reagime nuk janë të rastësishme. Këto reagime që njëri bën jetë të përditshme, mund të jenë reagime të duhura dhe mund të jenë reagime të gabuara. Po nuk janë të rastësishme. Ato vinë mbi bazën e
domethënë cilësive që janë mbledhur tek nefsi. Ato pastaj menaxhojnë reagimet e njerit. E që këto reagime të jenë të duhura, e të jenë në përputhje me zemrën e pastër dhe që mbyllin portat e shejtanit, duhet më u trajnu. Duhet më u trajnu. Ose njeriu, sikurse e përmend më poshtë autori, domthon lind jo i kompletuar në çdo aspekt. Veçanërisht tek çështja e virtyteve të caktuara që duhet ai mi përvetësuar. Prandaj duhet me u trajnuar. Prandaj thot kitab Riyadat an-Nafs wa Tahdhib al-Akhlaq. Kapitulli që flet për trajtimin dhe trajnimin e nefsit dhe pastrimin dhe rregullimin e reagimit. Akhlaq këtu zakonisht na përthem akhlaq morali apo. Po të në gjuhën shqipe morali zakonisht është në kontekstin pozitiv. Do në moral i moralshëm, do në i mirë apo. I moralshëm i mirë apo. Në gjuhën arabe fjala khuluq, sikurse edhe kena më përmend, nuk ka gjithmonë në kontekst pozitiv, mund të jetë në kontekst negativ. Varet nga reagimet që ka njeriu apo. Ma i thot tahdhib al-akhlaq, do në tahdhib është do me e përmirësu, me e rregullu, me e formësu si duhet sjelljen dhe reagimin e tij apo. Edhe e përmend se, domethënë, sjellja e mirë dhe reagimet e duhura janë nga cilësitë kryesore të pejgamberit Allahut edhe njerëzve të sinqertë. Me çka janë dalluar pejgamberët Allahut azza wa jall në jetën e përditshme? Me sjelljen, me reagimet e duhura. Për shkak se brendin nuk e sheh askush pas Allahut. Zamra është në dorë të Allahut, apo zamra nuk e din askush çka ka pas Allahut azza wa jall. Po çysh na e dim? Në njëra është i formum, është i edukum, çush e dim në bazë të reagimeve të tij të përditshme. Pa autori më ka folur për zamrën dhe problemin me zamrën, tash ka tek reagimet e jashtme. Pse? Për shkak se reagimet e jashtme janë tregues të asaj që është brenda. Pa njëri, domthonë, reagon në bazë të pasqyrës së brendshme çfarë ka. Kështu që kur rregullon këtë aspekt, realisht është si pasojë e rregullimit të brendshëm. Andaj thotë se sjellja e mirë, reagimi i duhur janë cilësi kryesore të pejgamberit Allahu xhallahu ala dhe siddiqimëve. Dhe përmend që sjellja jo e mirë, reagimi i gabuar është helm për zemrën dhe është një rrjet ku shejtani pret njeriu. Shejtani rrjeti i tij realisht është i vendosur pranë çdo reagimi të gabuar, pranë çdo sjellje të keqe, prandaj pranë çdo vesi të keq. Kur njeriu reagon në përputhje me vesin e keq, reagon në përputhje me edukatën e gabuar, realisht i lehtëson shejtanin me kap në rrjetin e tij. Prandaj thot njeriu duhet me njoft dobësitë, duhet me njoft mangësitë, duhet me njoft problemet që me ditë se si me e menaxhu dhe si me orientu dhe si me udhëheq veten e tij. Dhe këtash fillon me përmend sa detaje lidhur me këto tema, duke hyrë dal nga dalë të çështjet e pastrimit të zemrës edhe ruajtjes së nefsit nga gjithçka që e dëmton edhe e prish atë. Mas pari thot el-fasl al-awwal, kapitulli i parë në këtë pjesë është me fol për rëndësinë e temës apo rëndësia e reagimit të duhur apo. Se thot për këtë kena fol edhe tek shoqëria ti kur kemi fol, nëse i kujtohet që do të konë njëri kujdesshëm i sjellshëm në fjalët, në sjelljet e tij, pa kemi më detale atë për disa reagime praktike apo. Por këtu e ka për qëllim me fol për rëndësinë e të brendshme sa. Thot nga se në gjuhën arabe fjala khuluq është e ngjashme me fjalën khalq. Khalq edhe khuluq, apo veç një i dallon pak apo. Khalq është pjesa e jashtme apo. Pjesa e jashtme, krijimtaria, ana fizike e njeriu. Nëse khuluq është çështja e brendshme e tij. Por na duhet me rregullut brendshmën tonë që të jetë në rregull apo. Nga se në bazë sa njeriu lavdërohet edhe në bazë sa njeriu qortohet apo. Mandaj ndërtimi i duhur i brendshmës e lavdon njeriu. Ndërtimi i gabuar i të brendshmës apo rënimi i të brendshmës realisht e bën njeriu që me meritu qortimin edhe dënimin. Prandaj thotë që kjo pjesa e brendshme domthon nuk shihet ndryshe përse me besira apo. Ndërsa pjesa e jashtme shihet me besar. Unë ti e shënirin për shembull, o vesh mirë apo duket mirë me sytë e ballta shapën. Mirë, po me çka e shohim atë pjesën e brendshme, a është e rregulluar mirë, a është e ndërtuar si duhet me besira. Besira është sy i zemrës.
që njeriu i sheh tmetat, i sheh ligësitë e veta mbi bazën e dijes që e ka dhe udhëzimit që e ka pa Allahu te barekutaala. Domthon, sikur që drita për syrin është mjet i pamjes. Nëse s'ka dritë nuk sheh njëri, apo nuk sheh. Edhe zemra, nëse ka dritë, i sheh tmetat, i sheh ligësitë. Dhe për atë se i sheh ligësitë dhe i përmirëson, e rregullon brendshmën e vet apo. Dhe mjafton kjo me tregu se, domthon kjo është çështje e rëndësishme apo. Pastaj edhe thot Allahu Azza wa Jall e ka përmend në Kur'an vlerën dhe rëndësinë e kësaj të brendshme, ku e ka përmend në surën Sad, Allahu Gjellera thot në ajetin 70, inni khaliqun basharan min tin. Unë kam e kriju një njeri nga balta. Kjo është ona e jashtme. Ona e jashtme është baltë. Njeri është i kriju pëdhët në onën e në aspektin e jashtme. Fa idha sawaytuhu, dhe kur të formsohet të me format, apo, wa nafakhtu fihi min ruhi, edhe të, Allahu thot të fryn të shpirtin nga ona ime, faqa'u lahu sajidin. Atëherë me lakë janë bënin sejdë. Domthon pjesën e mbrëmshme Allahu xhalla xhelaluhu e ka atribu vetvetes. Do s'ka thon për shembull kur e krijoj nga balta ime. Kur e krijoj nga balta, sepse edhe balta është Allahu xhall. Apo. Po ana jashtme është forma, thon. Po kur ka me tregu me çka njeriu vlerësohet ka ruhi. Apo shpirtin tim. Allah se ka shpirtin e njëri, apo pjesën e njëri s'ka pjesë të Allahut vetën e vet. Po kjo i thonë apo kur domethën sikurse është Bejtullah, shtëpia e Allahut, ose është ajo shtëpi që Allahu dërgoi banon aty. Po për me tregu vlerën e venit e kanë në Bejtullah. Apo me tregu vlerën e muajit e kanë për shembull Shahrullah al-Muharram, muaji Allahut Muharram, për shembull. Për me tregu vlerën e njëjtë është Abdullah, robi Allahut. Kjo është përkatësi. Në përkatësi e nderit dhe e respektit. E Allahu kur e ka përmend njeriu se ka kriju nga balta në aspektin e jashtëm dhe e ka gjallëruar dhe i ka jep jetë me shpirt nga brendia, në të jashtëmën e ka përmend si baltë. Në të mbrëmshmën e ka përmend shpirt të Allahut, ruhi, shpirtin tim. Do nga ana Allahut i ka pa Allahu shpirt që kjo është ana realisht vlerësuese e njeriu. Njeriu vlerësohet në bazë të asaj që e ka të brendshmën. Prandaj kjo mjafton me tregu se rregullimi të brendshmës dhe interesimi për me zbukuru të brendshmën është qendror. Dhe e kundërta, me qimi në kapitullin e prishjes e rënimit, prishja e njeriu realisht konsiderohet prishje nga brenda. Se për shembull të vëllezër, a flasin dietar për shembull kushtimisht se është problem në rrugtim ka Allah mu të prish dhomi, për shembull, ose njëri më u prish thoni, ose më u thuj gishti. Shem këtu çështje që mirët me to, rrugtimi ka Allahu Azza wa Jall. Sepse edhe këtu ka deformim, edhe ka prishje. Mund të për shembull më u prish komplet funksionimi i në gjymtyrë të caktuar. Hiç funksionon. Po megjithatë, nuk është trajtimi temave që ne po i marrim, apo për shkak se jashtëmja s'ka kurrë ndikimi në vlerësimin apo në qortimin e njerit apo. Do njëri nuk lavdrohet për shkak se për shembull i funksionon syni ose qortohet pse nuk i funksionon syni. Sa ç'është apo? Ka mundësi dikush të verb komplet, po tek Allah më i lavdruar sa ai që sheh me dy sy më së miri apo. Prandaj ana jashtme është shumë formale. Dhe lavdimi i njeriu, e qortimi i njeriu nuk ka mbi bazën e jashtme, po në bazën e brendshme apo. Prandaj thot autori, ajo që tregon se sa është e rëndësishme kjo pjesë është pikërisht edhe ajeti që e përmendëm, se Allah kur e ka lavdruar njeriu, edhe ka përmendur se Allah e ka nderuar, e ka përmend pjesën e brendshme, e se ka përmend njëjtë pjesën e jashtme. Prandaj thot el khuluq, që kjo pjesa e brendshme që po flasni për të, realisht është një tërësi cilësish, që kanë shushë definon. Thot është një tërësi cilësish apo të rrënjosura në shpirt e njeriu apo në bazë të cilave burojnë dhe dalin veprat e njerit apo. Do s'është çështje e rastishme, në vepër, në sjellje dikujt, nuk është e rastishme, po është në bazën e cilësive që i ka thith nefsi i tij, brendia e tij. Dhe ato që i komrana ai tash i qet jashtë apo. Nëse janë të mira, lavdërohet, nëse janë të shëmtuara, qortohet apo. Dhe kjo ka të bëjë me mendimin e tij, kjo ka të bëjë me gjuhën e tij, me sjelljen e tij dhe me këtë çka, domthonë, njeriu vepron në jetën e përditshme me tërë qenën e tij, të brendshme dhe të jashtme. Dhe në bazë të kësaj, thot autori, njeri tash lavdërohet ose qortohet apo. Kur e kuptojmë të ndërozër se njeriu don ka anë të errta,
ka anë negative, ka probleme që duhet me i trajtu, dhe se kujdesi i tij për rënimin e tij duhet jetë për brendin e tij, jo për t'jashtë me tij, atëra pyetja është e madhe, se a është e mundshme njëri me ndru? A është e mundshme njëri me ndru apo? A është e mundshme njëri me përmirësu vetën apo? Ka diskutim që kam bë, edhe pse padyshim autori trajton këtë çështje si absurde më diskutuar. Si absurde më diskutuar, nga se thotë, nëse nuk kish me ndryshu njëri, çfarë kuptimi kishte me pas shpallja? Nëse nuk ndryshon njëri, çfarë kuptimi kishte pas këshilla? Udhëzime, derse, çfarë kuptimi kishte pas? Kur ka kuptimi? Nëse njëri është i pandryshueshëm apo? Prandaj, nuk konstaton pa asnjë mëdyshje se njëri ndryshon apo. Prandaj të vëllezër, këtu po duam të përmendim një çështje me rëndësi. Pjesa e parë që përmenda, që pjesa e dytë, si hyrje që e përmenda, jep me kuptu se sa janë njerëz larg realitetit. Ne shikojmë njerëz që jetojnë vallai jetojnë në iluzione, jetojnë në ëndra, jetojnë komplet jashtë realitetit, në formalitet shumë larg asaj që është reale. Shumë asaj që është reale. Sa për shembull njëri pagun për një për shembull rregullim të deformimit të jashtëm. Shikoni këto operacione plastike apo. Hiç pakoni deformum. Hiç pakoni shumë mirë. Për me shtu bukurinë, apo japin me mirë. Çfarë dhimbje përjetojnë? Sa rrezikojnë për një bukuri të jashtme, e cila pas pak vjetë natyrshëm ka më deformu. Kuptojmë të pleqërisë, po s'pako disa vjet veç shkurtimisht apo më duk pak më mirë. Investim, rrezikim, pritim dhimbje kështu më radh. Me i thonë për shembull 1% që saj apo me përjetu për përmirësimin e zemrës s'e merr parasysh. Pse? Pse realisht nuk e ka parasysh hiç që ekziston kjo brendshmja apo. As fare nuk mërzitet për këtë brendshmja. Brendësisht çka është e jashtme. Do shikoni sa ditë të përshme. Këto bu formalitetet. Këto bu formalitetet. Dukja jashtë me lavdat të jashtme, madje fatkeqësisht kë ka prekë musliman, apo në interesimi për të jashtme, pasërtia jashtë me rregullimi jashtëm, ndërsa brendia as kohë, as mund, as angazhim, as sakrificë, as durim, as kurrë. Bazat e kupton domosht që njerëz apo rënohen apo po ndërtohen. Nëse kjo është standardi i rënimit edhe ndërtimit, tash ti e vlerëson, a jemi duke u rënuar si njerëzi apo jemi duke u ndërtuar si njerëzi apo? Madje edhe fatkeqësisht edhe vetë muslimanët sot, për shembull, kur dhe me vlerësu kush ka shku përpara, kush ka shku mbrapa, bazat e ndërtimit të jashtëm me vlerësojnë, që ku kanë shku, çka kanë ndërtuar. Sa i po, e mbrëmshme ku është? Sa ka ndërtuar nga mbrëmshme apo? Që sa ka në shpirt njerit bashkëkor sot lakmi, inat, urrëtie, zili. Shikoj për shembull apo. Është merr vallahi, është merr apo. Shkoni për shembull edhe veç në vendin tonë për shembull apo. Domthon çfarë gjuhë e urrëtesh duke u përhap apo. Po veçni përmendani diçka do qoftë për shembull, diçka që ka të bëjë me ndërtimin e mbrëmshëm, xhamia thon për shembull. Diçka qoftë. Çfarë komente të mërshme apo. Të mërshme do gjë. Edhe domthon komplet domthon tendenca për shkatërrim, rënim e prishje totale për shkak të domthon inat edhe urrëtave. A jem të duke ndërtuar këtë vend, a duke rënuar këtë vend? Domthon pe ka ndërtohet kjo. Ndërtohet për mëna Allah, ndërtohet për mëna njëri, jo nga jashtë apo. Për këtë arsye, prishja e këtyre balancave, prishja e njësive, kriterëve që janë reale, i bën njerëz me jetu në ëndra, me iluzione, jo reale apo. E këto pastaj munden me ju hakmir ose në dunja, po dikur e kupton që pas ka këtu komplet në iluzione edhe jashtë realitetit, ose gjithsesi në varr kur bie kupton që domthon trupi s'e ka korrgjë. Trupi s'e ka korrgjë. Këtë as bukurim sa kohë kanë kaluar më rregullu me orë të tëra, më zbukuru e me orë të tëra duke domthon dhën mund për më duk bukur e sa disponimi ju ka prish, e sa nerva, sa stresi, çka po thonë, çka po bëjnë, në fund do të thonë një mbulim i dheut të trupit, këto i largon. Kupton që ku është realiteti. A shkyrënim, a shikoj sa bukur autori e ka përmend këtë çështje tek kapitulli tek çeku i rënimit. Kjo është shkatërimi real. Kjo rënim real. Kur një realisht nuk e ndërton të brendshmën e tij me ato çka nuk kushton vëmendje, nuk jap për këtë punë. Nuk jap për këtë punë. Shikoj sot për shembull për me ndërtuar të brendshmën apo nuk paguhet. S'ka nevojë më u pagu.
Veç me gjithë kohë me anë nders e një gjërat me ndërtu vetën në aspekt caktuar për shembull. Me ndërtu vetën me një kuptim të caktuar të ajetit, me një kuptim të caktuar të hadithit, gjën që për shembull njerëz nuk kanë kohë. Mirë, nëse s'ki kohë për me ndërtu të mbrëmshëm, çka e të bëj? Duke ndërtu të jashtëm dikun apo. Është dikun duke ndërtu të jashtëm atë, apo. Prandaj këto janë domthon simptoma që tregojnë për domthon një gaflet serioz, domthon që të rrezikshëm që ka kapluar njerëzit duke mos përshtuar as besimtarët fatkeqësisht. Prandaj autori thot se domthon ndryshimi është i mundshëm dhe Allahu ka dërguar argumente shumëta se ndryshimi është i mundshëm. Thot nëse një kafsh e egër zbutet edhe mund me të me lujt, apo qërajt, aja së kryu për qëta, qëka ta me për nefësin të nëvën? Edhe i zbutet, edhe i përmirësot, po, dënë trajnim dhe dënë trajtim, me që ka gjithën. Të ke pa për shambull, Leoni Allah se ka falë me lut njeri me ta. I kryuar është me konë, në tjetër mënyrë, i prezentum, ndryshe me jetuaj, po me trajimit caktuar me këtë e bojnë edhe objekt të cirkut e lojnave caktuar e kështu me radhë. Pse çuçi ka bërë këtë punë? Me trajnim. Kali trajnohet apo gjithçka trajnohet, bëhet çani trajnohet, bëhet për hetime, bëhet për nuhatje të gjurmë, habite shushi bën punë. Kush e ka bërë? E kanë trajnuar. E kanë trajnuar formë caktuar, thashë e din, e nuhat drogën, e nuhat këtë, e nuhat i trajnuar është ai. Sa nuk është i lindur që ashtu. Po e kanë trajnuar. Nëse ky ka mundësi më ndrua, thonë. Që nuk ka mundësi njeriu më ndrua që Allah e ka krijuar për me qenë i mirë, thonë. Allah e ka kryer për me qenë i mirë. Prandaj këto janë çësje optimiste edhe shpresdhënëse se domthon kush i ndjek udhëzimet e trajnimit me lenin Allah të ka mund ndërtu. Me lenin Allah të ka më shpëtu rënimet që domthon rrezikon çdo njeri. Prandaj njeri nuk duhet më ulshu në këto diskutime se a mund njeri më u përmirësua apo jo, sikur të thash, domthon nga se kjo është çështje e pa diskutueshme. Mirë po, thot autori se ndoshta tash tenton pak edhe me arsyetu ata të cilët ka thonë njëri nuk ndryshon, nga se ka pak edhe domethënë një lloj keqkuptimi të ndryshimi apo. Të ndryshimi. Nga se një ves i keq, një prirje e errët që e ka njëri apo. Kur thojmë për ndryshimin, ndryshimi a nuk kupton eliminimin apo nuk kupton orientimin? Nuk kupton orientimin, jo eliminimin. Jo, për shembull, na kërkojnë epshin me orientu, jo me eliminu. Thotë nëse keni pas për qëllim eliminimin, edhe na pajtojmë se është e pamundshme. Nuk mund me eliminu njëri epshin, e pamundshme është. Është e panatyrshme, është shpërputhje me komplet ekzistimin e njerit apo. Për shembull, me pununa me trajnu njerin që mos më akujt bukën. Për më me kon i vendosur e me kon për shembull ai që e menaxhon vetën e tij, kjo nuk është tema jonë kjo. Ne s'po kërkojmë që njëri të trajnohet deri në atë nivel që me ik dun nga epshet që janë burim i ekzistimit të tij, jo për këtë. Mirë po, na po kërkojmë që ai epsh, aja brendia e tij, ato vesat mbrëmshme që janë për shembull, me i orientu apo. Sikurse autori për shembull bën edhe shembuj caktuar. Për shembull, nga shembujt praktik është ka përmendur disa pyetje, mund me përmend hidrimin. Hidrimi për shembull. A është forcë e brendshme e njeriu? Po. Po kur thosh filoni është hidhnu, a e livdon e qarton? Ma shumë është ka qartimi hidhnimi apo. Mirë, në esencë forca e hidhrimit që njeri reagon në me mbrojt vetën e tij, në esencë është e lavdruar. Mos më qenë kjo për shembull, s'kish pas mbrojtje të pragur shtëpisë, as pasurisë, as me mbrojt dinën e Allahut. Pse i disponuam, çefli. Njerëz që marrin shtëpinë, ja marrin familjen, ja marrin pasurinë, ja prishin fenë, ja prishin xhamia ata në qef. Se s'ban më hidhnu. Jo, që s'ban më hidhnu, do të më hidhnu, nga se hidhrimi përdon pastaj reagim të kundërshtimit edhe të rezistencave. Mirë po, duhet me pas kujdes se të hidhnimi nuk kërkohet me eliminu, po kërkohet me menaxhu, që duhet me orientu ka duhet apo. Me orientu ka duhet apo. Prandaj Allahu xhallahu ala thot, për shembull, wal kadhimina al-ghayz. Ata që e përmbajnë vetën në raste të hidhnimit. E s'ka thonë Allahu ata që e eliminojnë komplet mllëfin. Jo, nuk është e kërkuar njëri me çdo thërmit mllëfit edhe të hidhrimit me fik. S'është e kërkuar. E kërkuar është të ndryshimi që po flasim ne, e kërkuar është që këto që janë me potencial të vërshimit ka e keqja,
që janë me potencial të reagimit të gabuar, me i fut në kontrol. Me trajnim, me udhëzime që i kam i përmend autori, me trajnim, me konë njëri që i dhënohet, po me ditë ka me orientu ndihmimin. Me pas epshin, po me ditë ka orienton epshin. Prandaj të në basë kësaj dhe pasi qarimi nuk men asnjë dyshje se njeriu mund me ndryshu dhe duhet me ndryshu dhe ndryshimi nuk në kupton eliminimin, nuk në kupton ndryshimin e natyrshmërisë, po në kupton që natyrshëm me i menaxhu potencialet e brendshme që Allah ka në favor të asaj që Allahu xhallahu ala është i kënaqur ato. Andaj ka përmend ai shumë në këtë aspekt, domthonjë që gjithçka do të më konë me mesatare. Gjithë do të më konë me mesatare. Për shembull edhe ka përmend se bujaria është virtyt i kërkuar. Mirë, pa ka mundësi njëri në emën bëris me shpërdoru, ka mundësi ato. A sikur se atje një ves ka mundësi, për shembull, një forcë e dobishme ka mundësi me kone dëmshme sikur se drimi, edhe këtu një virtyt që është i mirë, një vlerë që është e mirë, që është bujaria, nëse nuk menaxhohet mundësi me dura, nuk trenohet njeriu në këtë aspekt, ka mundësi me shku tek shpërdorimi. Prandaj Allahu thotë: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Ata kur t'japin, don nuk lam yusrifu, se thonë, "Wa lam yaqturu", asjan do shtrëngum. Wa kana bayna dhalika qawama. Mes këtyre dyve është don bujaria ty nëpër. Mes çkavet, mes shpërdorimit edhe shtrëngimit apo. Don din ku më dhon, din sa më dhon, din ç'më dhon apo. Prandaj autorit na mëson se qëllimi me trajnimin, qëllimi me përmirësimin është çka. Do me njek mesatarën mes dy ekstremeve dhe me i orientu forcët e brendshme që Allah t'i ka dhënë për me mbietu dhe për me reagu që duhet, me orientu ka duhet apo. Pasi përmendon vlerën përmirësimit të brendshme që përmenda në fillim dhe argumentet që flasin se njeriu mund me ndryshu dhe duhet me ndryshu dhe çka është për qëllim ndryshimi, tash përmend disa prej sebepeve që faktorëve që ndihmojnë njeriu në këtë përmirësim. Këto janë kryesisht sebepe të përgjithshme. Pastaj më vonë kam kaluar edhe në detale tjera, por më përmend praktikisht çysh njeriu përmirësohet, çysh njeriu ruhet nga rënimi, nga shkatërrimi, por këtu i ka përmend disa prej tyne se çysh njeriu duhet me udhëheq vetën e tij. Thotë mas pari ajo që duhet të pas parasysh është se ndryshimi që ne po e kërkojmë është ndjekja rrugës së mesatarës. Që kjo është me ndjek njëri ato duhur, as shpërdorimin pas dështëngimin, po me kon bujar, me plot kuptimin e fjalës së bujaris, me kon as frikacak, por as trim mendjelet, por trim i mençur, i matur, i cili din se çu duhet me menaxhu terminën. Prandaj sikur se edhe kemi përmend njëri nga sahabët që e ka përcjell Muaviun radhiyallahu ta'ala anhu, se ka qenë trim i madh, i ka thonë Muaviut radhiyallahu ta'ala anhu se të kompërti që sa ko edhe konvreqi në situata i ashtrim sa që një më habit. Në situata një aqë të rjekun sa që më habit. Ta është cëllije të japën, e i pare i dyti. Se ka e donë përsha fort po ruhësh. Ka e përsha që hisë po ruhësh. Atë qyshe ka menaxhu termini. Atë që sahabët të nërëzër s'kanë qenë njerëz euforik, emocional. Po kur ka kur situata, i ka matë punë mirë dhe ka di që këtu kërkohet trimni, ka vazhdu. Kur ka pa që këtu s'ka hapësi për trimni, këtu të me pas menqëri dhe me pas urësi, ka qenë i të rekun. Epse njerëzit e kanë cilësu këtë si frikë, por me gjithat ka qenë trimni edhe kjo ka qenë trimni. Aftësia njerë me menaxhu me situatat, edhe me i përdur forcat edhe vërëtit që Allah e kapë, që kjo është aja që kërkohet, që kjo është e mesatare, që kjo që aja qasje e balansuar që autori e synon. Thotë kjo qasje e balansuar e njerit, kjo përdorim i balansuar i virtyteve, i forcave që Allah ka jap, thotë i ka dy nivele, dy kategori. E para është, reagim i balansuar, për që i kështët, reagim i balansuar, qoftë me bujari, qoftë me hidhërim, qoftë me epsh, qoftë me trimni, reagim
që e emërtuar në fillim, ky reagim i balancuar i njerit mund të jetë si pasojë e natyrshmërisë, që është e ka folë Allahu xhallahu. Nuk këtu s'ka sebepe. E ka hap Allahu xhallahu xhelalu edhe çfarë të shtopë. Kjo është dikujt Allah ja ka hap termin, s'ka me investuar. Ja ka hap Allah dikujt urtësinë, është i mençur, është i urtë, i matur. Ja ka hap Allahu xhallahu xhelalu. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabit Ashaj ibn al-Qais radhiyallahu anhu ka thonë inna fika khaslatani yuhibbuhuma Allah. I ki dy të që i thon Allahu xhallahu ala. Ka thonë el-hilmu wal-anat. El-hilm është maturi, anat është ngadalësimi, do zgutesh me marr vendime, zgutesh me marr qendrime, që anat apo. Ka thonë a mi ka thonë Zoti ai ka fitu, ka ti ka thonë Zoti apo. Mos e ke fituar ti me trajnim. Po ai që ti ka e hap Allahu xhallahu. E ka hap Allahu diku që thotë. Ka pa diku që ka hap Allahu sabrin, që vallahi ti ndoshta 10 seminare me i krye, trajnime së mbosh ashtu. E ka hap Allahu xhallahu. Ai natyrisht çdo kujt i ka hap Allahu ka diçka. Po gjithkund e kalon pa diçka. Kur kush është e kompletuar. Prandaj trajnimi është hise që i bën, po domun trajnimi është pjesë i bën çdo kujt. Po jo ndo pjesë që ka hap Allahu xhallahu. E dyta është domon ato që arrihen me trajnim, fitohen. Janë veti, janë virtyte, janë domthon forcat brendshme që njeriu mbasi reagon çish duhet të fituara. Janë të fituara. E këto të fituara pastaj, domthon i kanë metodat, e kanë mënyrat e veta çish fitohet. Autori thot më së pari, po përmend tash sebepet kryesore të ndërtuar. Çish fitohet një veti apo. Çish na me ndërtu veten ton, për shembull në raport me një vërtet caktuar. Si me erujt veten ton në raport me një vest të shëmtuar dhe të keq apo. Çdo i përmend apo. E tash. Këtu ka udhime të detajzuara, kam përmend tek zemrat, ku fillojmë për zemrën e pastër, zemrën, detajet atje që fillojmë me i tregu pak më thellë, mirë, po këtu i përmend disa sikurse edhe në fillim e përmendi të përgjithshme. E para, domthonjë që autori thotë se fitohen vetit me mund. Mos kur gjë vjen let. Do të më koni gatshëm që njeriu me trajnim, apo. Kanë këtu në gjuhën arabe thonë tekelluf apo. Tekelluf është një lloj, domthon çështje pak e shtyme. Nuk vjen sa tu prit kada. Pa i dhon ka pak zor. Për shembull, njëri nuk ka për shembull njëri nuk është modest. Kushtimisht apo. Po fillim edhe shtiret si modest për me e përvetësuar modestinë apo. Kjo shtirje nuk është për shkak njerëzve, por është si fazë fillestare për me lëviz nefsin drejt vërtetëve të caktuara apo. Pra sikurse edhe e kemi përmend edhe tek çështja e për shembull parulës namaz, kur njëri këto vet nuk e bën xhamat apo, se është keq kuptosh. Po njëri kur e vet apo për shembull, për me provoku vajin, duhet pak më bu kishë po kon. Atë më shty veten, derisa loti del atë. Nuk del gjithmonë nga ajeti i parë atë. Po ka dhe preket zemra, është me përgatitur, është me emocionant ndodh, po ka nuk vjen. Duhet ka pak me ushtirën për ulë, me u thy ka pak që me lëviz çështën e zemrës apo me për ulë. Prandaj këto janë çështje që i përmend autori si faktor që njeriu e shtyn drejt përmirësimit të gjendjes apo. Dhe thotë mos prit që kjo mund të ndodh për 2 ditë e 3 ditë apo. Don përmirësimi edhe nga faktorë kryesor të ndryshimit është gatishmëria e shtigjeve gjata. Gatishmëria e shtigjeve gjata. Nuk mund është për një herë apo. Është problem, do mos prit 2 ditë apo 3 ditë apo. Sot sikurse edhe në aspektin e trupit apo. Njëri nuk rritet për 2 ditë. Por sa do të prindi më rrit fëmia vet apo. Me vjet apo. Veç një trup më rrit apo, para na. Kur gjë? Veç një trup më rrit apo. Sa do të më prit më rrit një drun në bashkë apo. Së më rrit për herë apo. Me për pak 20 vjet më bodru i madh apo. 15 vjet, 30 vjet më rrit apo. Derisa të fillon tani fund me un ka pak fryt apo. E nefsi që është këtë ndryshe nga trupi i njerit, nga trungu i drunit e kështu me radhë. Prandaj thotë qerat nuk bëhen 2 ditë ditë apo. Dhe këtu të vëllazër duhet që njëri më kthy pak ka vetvetja. Ka për shembull në shtigjet e gjata njerëzit fillojnë me u bezisën. Ibn Qayyim rahimullah e ka një fjalë shkurt, por shumë domethënëse. Ibn Qayyim rahimullah thotë ai që është rrugën e gjatë nuk niset.
Ai që është që kjo rrugë gatë është apëton, do që është gatë këtë rrugë, pin fillim të duket gatë, s'ja nis këni, kur. Po ai që nuk e këshyr sa është gatë, po e këshyr sa është më rëndësishme ku ka rrugë, ky nis të. A ku dallimin? Pa njerëz për shembull, çto derisa na për shembull, mund të që sa i merresh derë që ka, i valla, ku ti më kanë derë atë kur, në çfarë do derë që merr çto në 5 derë të tjera që kanë me kon orientuese dhe menaxhuese të çdo derë tjetër apo. Apo. Nga se çfarë dersi merr kuptim të vëllezër nëse për shembull jemi të rënuar nga brendia apo. Çfarë ndërtimi të jashtë mund të synojmë nëse brenda nuk kemi ndërtuar. Prandaj gatishmëria e njeriu për me ndërtu brendinë e tij dhe me rujt nga rënimi me vite në shtigje gjata është tregues i suksesit, është tregues i funksionimit të faktorit të rëndësishëm të ndërtimit apo. Dhe kjo nuk është të ndërlozë e çuditshme apo. Për shembull të ndërlozë, s'po flas për rrethana, për shembull për ashtu se dikujt i ka pallau pasuni kështu më radh. Mi po në rrethana normale për shembull, normale. Sa i duhet njëri në shtëpi me marrua apo. Shumë apo. Njerëz para kanë punë 30 vjet e ka bëj shtëpi apo. A çështë nuk ka lart nuk bëj shtëpi për një javë punë. Dhe djem punë mos ne ka bëj shtëpinë. Jo, do ata të tjerë bëjnë kështu shtëpi apo. Po një shtëpi në dunjë, një thjesht e vogël me ujë mërdhun ta, sa do të mund, sa do të kuap. Do të punë, është lodhje për këtë punë. E mirë vëllai më ndërtu, më sa do për këtë punë. Me hisë të shejtanit apo nëse shkallët ka bën temë rahimullah, nëse qeni lpin me një an duhet me la 7 herë fort me largu, diçka në jarg qenit që krijes Allah xhallahu ala. E nëse lpin shejtani në zemrën tonë, sot me la. Apo çfarë lart me bota të vazhdueshme. Ai, këto janë procese të gata, nuk kanë punë tjera këto puna apo. Nuk është çështje apo hoqja apo një këshill. S'është kjo punë këshill Allah apo. S'është kjo punë dersi. Kjo është punë shtigje gjata apo. 20 vjet thot Sufjani kom luftu, më kënaq pak në fund tjetës time të namaz nata apo. 20 vjet. Muhamedi Siri ka thonë, një herë i këtap të rregjull apo. E kom përgoju njërin, një muj ditë s'ku mund të më kfill namaz apo. Te para na don çka është ajaibul kulub. Çten çuditë zemra thon, subhanallahu. Don 20 vjet vin me qit nude. Në moment gaflet çat pi udhapën. Çka është e veçantë e kësaj apo? Çka është e veçantë e kësaj apo? Edhe në dunjë është shumë, vallahi në dunjë është shumë. Në dunjë. Për shembull, njëri udhton 1000 kilometra, 2000 kilometra apo. Ta rrugës i qel syse merr gjumi, më nxirrin apo. Kalon 700, 800, 900 apo. Do shta i ka metë edhe 500 metra me një qytet apo. E nxën gjumi për plas diku shkoj. Ku shkuan ato lodhët në çaq, gaflet moment çat piu do ndoptën. Për këtë ka thonë Selefi apo ka thonë Selefi, nëse largohet përmendja e vdekjes nga zemra ime, lahdha, një moment, 1000 vjet më rapa shkëp. Me më hapa që kom investu tanë kon, gafleti me nërë të këtë në rapa. Jënë beteja, jënë lufta, ndërtimi vazhdueshëm. Ai që e kupton rëndësinë, ai e pagun çmimin. Ai që se kupton rëndësinë, se pagun çmimin atë. Prandaj çmimi i kësaj të rrezë nuk ka parë. Çmimi i kësaj nuk është dunjë, nuk është material. Jo vëllai, çmimi i kësaj është gatishmëria për të më sakrifikuar. Gatishmëria për punën vazhdimsi. Rrezosh, çosh. Çfarë apo? Ai që walladina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Shikoj Allah kon jahadu ata që bujnë xhihad. Se nuk ka punë, s'ka Allah kush niset ka na, kush vjen te na, kush ka përmend xhihad, që është manifestim i një sakrifice të pashoqe, një angazhimi të vështirë që njëri më ia dalë. Sa punë e thjesht ka punë vëllai. Nuk ka punë e thjesht. Prandaj Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu. Çfarë ka për Islamin Abu Dharr apo? E dini rastet tjetër. Sa ka hiq Abu Dharr me musliman. Nuk ka nejt pa buke, pa uje. Ka taku pejgamberin më sa kohë, i ka thonë, ku e kon komë çtën çysh. Kum shef, kon ma kanë ta'amu çka hongra bur. Ka vetë Zamzam kumpi, me muj. E ka pejgamberin për Zamzam, po sa ju ushqim për çdo turit. Zamzam ngin, apo. E ka thonë pejgamberin po ka nejt, pastaj kanë rreja, çka ka hiqë, domoni kanë kërcënuar. Në Mekë çka ka hiqë Abu Dharr se është pit parë apo që ka për në Islamin, kur ka ardhur nga fisi i tij ka farë atë. Dhe më sa sakrifica, më sa lodhje, më sa san në Medinë kur ka shkuar, që çatje tash më veç realisht është dashur me dalë në, po them kushtimisht në autobanin e udhëtimit ka Allahu xhallahu ala,
karshit i ka thonë Bilalit birin në Zeza. I ka thonë pejgamberi hala ka të xahilet apo. Para na, si e pastruan këtë organizacion atje, ka xahilet. Ti hala pas ke ignorancë. Hala si e pasu që duhet apo. Ai nuk ka punë, valla, në Ramazan në diçka. Kjo thot autori 2 ditë zbot, asnjë. Kjo don gjë, don mund apo. Don me vazhdu me lajt. Dygoj me ngue, me godit zemrën nga gjitha anët, apo mënesh, më bë përpjekje që me rujt veten nga rënimi dhe me ndërtu mënyrë të vazhdueshme apo. Pastaj thot apo mënesh autori këtë rrugë nuk duhet me ndërmjësu asnjë punë mirë. Çdo punë e mirë, domthonë ndikon në ndërtim. Dhe thot nuk duhet me ndërmjësu asnjë mëkat, se çdo mëkat qoftë i vogël rënon edhe prish apo. Prish. Pastaj shikoj don çfarë natyre ka ndërtimi, edhe cilët janë faktorët e këtij ndërtimi. Kujdesi për çdo vepër. Një punë e mirë nuk din me sa Allahu xhallahu ta. Një vepër e nënçmuar nuk din me sa Allahu xhallahu të rënon atë. Pra ata ndërlozur dietarët kanë përmend tek puna e mëkateve se njeriu nuk është i vetëdijshëm për problemin e mëkatit. Wallahi pak kush Allah ka udhëzuar. Në çfarë aspekti? Shumica dërmuese e njerëzve fokusin te mëkati, te çështja e mëkatimit. Fokusin te çështja e mëkatimit e kanë te mëkati. Te mëkati i bom. Çfarë ka këtë fokus në atë? Nëse problemi me mëkatin nuk është krye kaput i ndërmjet me mëkatimin, por është me qëndrimin tën mas mëkatimit apo. Apo, se nëse një mëkaton dhe mas mëkatit tek Allah pendohet, e dorëzohet, e thjet, mëkati ka poharin apo. Apo, s'është problem mëkati mo, se ka pas efekt pozitiv. Kjo është inkurajim për mëkatim larg asaj, po flas për çasti ka qenë mëkatimit apo. Po nëse mëkatimi për shembull, mëkati që ka buaj, e ka thjeshu mëkatimin, për shkak se është shtyn teuben deri dikur, apo ma është problem lehtësimi i mëkatimit se vetë mëkati që ka buaj. Thjeshtësimi i mëkatimit dhe bashkëtesa me mëkatin është më mas se vetë mëkati apo. Kush i thot mos nënçmo kurrë nga mëkati, nga se nënçmimi çfarë do mëkati thjeshtëson pastaj mëkatimin. E kur thjesht mëkatimi, lehtësohet rënimi apo. Edhe te punë e mira, kurrë mos thjeshtësop. Kurrë mos thjeshtësop, se nuk dihet nganjëra për shembull a keni pa të ndrozi ka situatë saktuar ku ndoshta diçka shumë e vogël është vendimtare për diçka shumë të madhe apo. E vogël është, duket e thjeshtë, ama është vendimtare për diçka shumë të madhe apo, shumë të madhe. Andaj më thon kushtimisht diçka për shembull. Me marr kushtimisht ujin. Uji me marr shpinë, është rrezikshëm. Shumë rrezikshëm është apo. Në për shtëpi ato uj ka me vëmë shumë e bollak me ta mush shtëpinë, do me vëmë shu, vërshon ujë apo. Kët ujë çka e mon? Një ventil i thjeshtë ato. Kur është që me vëmë ik pi aty thosh, çao që i thjeshtë. Po çaji është i mjaftueshëm me ta rry shtëpinë nga vërshimi. Çaj po prish apo? E mos më gjet më dur, më ndreq. Ai ventili i thjeshtë është i lirë, ama është vendimtar për çështje shumë të rrezikshme apo. Prandaj kanë do punë të vogla janë, ama janë ventil. Çaja nuk është rrun shumë punë të mëdha apo. Ti mund të nënçmo, me univerzum, çaja ventili shumë punë të tjera të mëdha që trun ty Allah për shkak të çasaj apo. Trun Allah nga shumë më harame, mëkate, prishje për shkak të një ventili të vogël që ti duket që është i vogël, po tek Allah është i madh apo. Andaj thot autori nga faktorët e përmirësimit edhe ndërtimit edhe ruajtjes nga rënimi është që mos të nënvlerësosh as mëkat, pas punë mirë apo. Gjithashtu thotë edhe ajo çka duhet me pas për është që domethënë të jemi të kujdesshëm për çdo sebeb që sjell vlera dhe virtyte. Për shembull, nga sebebi që sjell vlera dhe virtyte është me marrë këshillin e dikujt apo. Është me lexuar, me ngun diçka, një këshill, me shku në ders apo. Gjithçka, çka ndihmon me përvetësu vlera të caktuar dhe virtyte, mos e nënçmo, mos e përboz apo. Po interesohet dhe kujdesu për të aftën. Andaj, gjithashtu e përmend se prej faktore që ndikojnë në përvetësimin e vlerave, edhe në ruajtjen e të brendshmes, dhe në reagimet e duhura, dhe të mbrojmë nga reagimet e gabuar dhe të qëroditura, të deformuara, është edhe shoqërimi me njerëz të mirë. Po, shoqëria me njerëz të mirë është padyshim sebeb i rëndësishëm. Për shkak se ka thënë pejgamberi el mar'u ala dini khalili.
Njeriu është në fenë vllaut vet, shokut vet apo. Andaj le shikoj çdo kush për ju me kë po shoqërohet. Të ndërlozur me martash autori ka më marrë më vonë, domthon krahasimet mes të jashtme të mbrojtjes shumë të rëndësishme vetë disues apo. Po edhe në këtë rast. Për shembull nëse njëri e ka një virus të rrezikshëm apo. Ai virus nuk shihet pas mikroskop apo. Ti s'rën me ta. Pse s'rën me ta? Po ka smungjise, po s'ku peshat ti llas smungjise deta i s'po do këta. Po virusi i vogël s'po shihet apo ama me kalu e shatan të veç apo. Nëse pra i kompani virusi. Don jemi në distancë me njërin për mos menaxhit virusin apo. E pse s'doket? E çka ta mërmana me njerëz që ju dokën virusat apo. A është i qarë shihet apo tonë domethënë që është me i kaplum nga virusi apo. Pra rrinë me ta qesh më afrum. Kjo sa më kon e rrezikshme për imanin tonë apo. Sa më kon e rrezikshme për gjendjen tonë apo. Pra nuk ka çështje veç me të stimë bëj gjëra të mëdha apo. Bëj pse për shembull e thjeshtëson mëkatimin, e relativizon të keqen, e zbut urrëtin ka të keqës, është rrezik boll. Me çka ka çfarë? Dhe pas korrënie për interes këtu, më ofruam me njerëz për shkak domthonë përmirësimit, s'po flas për situata, po flas për mik që rrin për çef, e ki mik rrin, e ki domthonë të afërt domthonë. Më pas kujdes, nga se një fjalë e ti mund të kon shkatërruese valla që të kthen mrapa në jetë. Mund të kon një fjalë e ti bërim i dilemave që smush me jek sa ti gjallë apo. Mund të kon e fut në dilemë në shpirt, s'dala më apo. Problemi është. Prandaj se nevi kanë pas domthonë vrejtje të mëdha në këtë aspekt që njëri murujt çka po dëgjon, me kom po rrin, pe kujt po merr. Për shkak se zemra është e dopt, ndërsa natyrshmëria e njeriu është rrëmbyese, rrëmben me një pitë të kulja. Ja merr më një herë apo. Kjo me kujdesin që të mush me pas. E çka të mëna për shembull tek ata që se kanë kujdesu kurse për fëmia ose për shembull dikush prej muslimanëve që mund të komoj dopt ose gruaja ose kurdo kofta. Sa më ku kemë ndikim. Prandaj me pas kujdes në shoqërinë me komporrin, këpa e dëgjon, pikujt po merr, gjitha këto mund të kon faktor për ndërtim apo faktor për rënim, Allahu na ruaj apo. Pastaj thotë tash do më përmend disa mënyra praktike, do të qysh njëri ka mundësi me rregullu të brendshmën e tij. Mënyra praktike. Ato ishin faktor për gjithë këto janë mënyra praktike. Kur vjen te kjo që do më kërkohet një qasje e balansuar e brendshmës së njeriut, një reagim i dur në të jashtme ti në përputhje me thonë databazën e cilësive që i ka, atëherë ka rrugë për me u arrit kjo. Këtu i përmend disa rrugë, mirë po këto rrugë gjitha i përmend domthonë me krahasime me trupin apo. Nuk bjen me thon rregull, po bjen shembull. Jo rregull, po bjen shembull. Përmes shembullit e shpjegon rregullin apo. Që të jetë më e qartë. Dhe këta këto shembull që i ka në krahasim me trupin apo. Do nëse trupi që çdo bën e para çka bën pjesa e brendshme apo. Andaj thot për shembull thot dije se shembulli i nefsit, në kuptimin e përgjithshëm të nefsit. Shembulli i nefsit dhe trajtimi të nefsit thot i ngjan trupit dhe trajtimi të trupit apo. Thot andaj sikur që trupi nuk krijohet i kompletuar. Po shkon duke u kompletuar, çfarë është nefsi? Duhet të më kompletuar. Për shembull të ndozë, njëra dali i kompletuar? Jo s'dal. Dhom ti dal më vonë. I dal më vonë. Ka gjymtyr që formon më vonë. Ka përshon që i rritet, ka që zhvillohet, trupi që shdo, edhe nefsi që shdo, lind, i duhen me dalë dhëmt, i duhen me dalë kjo, i duhet. Andaj, për me konë këtë, që do në trajtim trupi, dhe do në ushqim trupi, do në ushqim edhe trajtim edhe nefsi, edhe zemra e njërit. Andaj, paranaj për shamu, vallaj, veç, që shtu me kuptu, që shtu tash, a i kanë dalë dhëmt nefsit, apo mu i hanë mirë, se kare ka po, ja, po sun hanë, se si kanë dalë dhëmt, së ne përponen dersi që shduhet, së ne përponen regullin që shduhet, pëse dapt, apo se ku ushqyja, se ke mirë mbajt, që ke mirë mbajt trupin të në, për shambull. Ose me vetë, për shambull, unë vesha mirë, s'panarth,
A nërtë nefsi, simbolikisht po thëmë, a ke vesh mirë që këmës me njërth, në raport me fitet e dunjase, me stuhit e dunjase, kështu me radhë. Gjithmonë krahasoj se Allah i ka bo paralel. I ka bo Allah i paralel. Dhe tjashtëmën, Allahu Gjelle Gjelalu i ka kanë njëriut për kujdes. Po të mërashme të kalon ty në mënet. Mërashme të kalon ty në mënet. Pra njëri për mi dalë thmi dhëmt, për një s'ka që ka banë, veç pret, tu i dalë dhëmt, që ka kime mo? Kush e bën këtë proces normal? Allahu Gjelle Vala. Vjen koha me ecë, kush e bën me ecë? E bën Allahu, se ti po djava, ti soneshti me ecë. I vjen koha me full, kush e mësën me full? Ti bën se bebi, a thosh një fjallë, dy fjallë, po ai që thot fal është Allahu Gjelle Vala. Ma i këtë pjesë, Allahu Gjelle Vala kujdes për ta, e na i ndryhim Allah në kujdes, si kurse mos me kone Allah në këtë kujdes fara. Dërsa të nefse që nejna përgjegjës, janim Allahu Gjelle Vala. Në kjo qasje, do e përmbysër dhe e ke që kuptuar. Andaj thot autori, qysh është nefsi, qysh është trupi i mangët dhe kërkam me u plëcu gjatë kohës, njëri për shumë del, kur njëri kur lind, a gjahil, po nuk din kushja. Ai është që hua ledhi akhrajakum min butuni ummahatikum. Ai ju kanë dhënë nga bashkë e ne la ta'lamuna shay'a. Kur është gredit? Ai ju ka mësuar me fol, me ec, po. I mangët këtë domon. Madje e plotsu. Po që ashtu edhe nefsi është i mangët kërkon më u plotsu, e plotësimi i nefsit thotë është bi tezkia, me pastru, me pastrim, që ashtu të formohet, që ashtu plotësohet, wa tahdhib al-akhlaq, edhe të do më thonë gdhendjes së moralit, me gdhen, me jek ato pjesët e pruara që me marrë një formë të dur dhe me e ushqy nefsin me ilm, që është e kërkuar, ta gdhije bil ilm, me ushqy me ilm aftën. Andaj thot autori, trupi kur i shëndosh, çka kërkohet? Mirëmbajtje. Mirëmbajtje. Në çka thonë njerëz mjekët për trupin? Nëse ki zemrën e shnosh, ruje mëse më ngarkoj me ushqim pa nevojshëm. E paske për shembull mëlçinë e mirë, e paske moshit po punin mirë. Mjeku çka thot tash këtë citat? E paske të mirë, tash lëshau se ka mirë? Jo, e paske të mira ruje thon. Për shembull, dhant kur ashe në fëmijët që u rrit, e paske dhant të mirë, ruja dhant, mos jap apo don. Edhe nefsi, nëse njëri për shembull të thot autori, shet e vetja e tij, një cilësi të mirë, një vetë të mirë. Mos thuj e këtë e kam edhe e pelot ashtu me vëllë të tjera. Edhe këtë ruje se kjo prishet. Edhe kjo prishet. Edhe kjo rënohet, edhe kjo dobësohet nëse ti nuk e runa. Prandaj në raport me ato që ti ka pa Allahu xhalla wala ose ke arrit me i përmirësu deri dikun, tash faza është mirëmbajtja dhe servisimi. Me mirëmbajtje, me kujdes, po edhe me ndërhyj kur ka nevojë për me e rujt apo. Thotë ndërsa për shembull nëse ka dhimbje, nëse ka problem, to çu trajtohet problemi i trupit, thot me të kundërtën e problemit apo. Me të kundërtën e problemit. Për shembull, nëse njëri të vëllazër ka temperaturë të madhe, me çka trajtohet? Ujë ftoftë. Shkon të pejgamberin për humma, për ethet apo. Trajtoni me ujë. Se ka pak, njëri për shembull kur ka temperaturë, a thonë vesh e trash, heki teshat apo. A thonë me botush me ujë dval, nxehtë apo me ujë të ftoftë. Ja me të ftoftë e kundërta. Nëse e ka godit një ilet me këtë natyrë, të ashtu me të kundërta. Me të kundërta. Prandaj, për shembull, ai që ka problem gibetin apo. Ai që ka problem gibetin apo. A sharohet gibeti tu marrë me punë njerëzve apo tu marrë me punë vetvete sa. Do njerëz pra thonë, "O valla gibet po bën Allah na falt, a vazhdon më interesu për punë njerëzve? Vazhdon me për njerëz." Po ti nuk je tu e trajtuar me të kundërtën, ti je tu e trajtuar me të njëjtën, ti pe ushqen problemin, ti nuk pe varfnon problemin që nga varfnia me shku duke ra, po ti pe mirëmban problemin apo. Prandaj e me kundërtën. Nëse ka për shemb një problem me ftaf, çka bën? Veshet Allah. Normali që e bën me të kundërtën. Prandaj, edhe Allahu xhalla wala të ndërlozë gjitha adhurimet I ka bu në të kundërtën asaj që I lyp nefsi. Nefsi në esencë pjesa e psharaka njerëz apo. Nuk I pëlqen as diçka pi ibadeteve. Por as me trajnim. Me trajnim. Nefsi I pëlqen për shkak kënaqësia për koshme, I pëlqen dembelia, I pëlqen naja, xhumi, mos I pëlqen, nuk I pëlqen verdhi apo.
Ka nefs që i pëlqen në virdi, me lezu një gjuz Kur'an, me bo dhikër, mu që me falë namaz natë, me dalë namaz me xhamat, e pëlqen nefset? Ja si pëlqen apëtën. E me trajnim të shumë i pëlqy. Me trajnim. Mirë po nefse për shka është i ndërtuar? Për pjesën e psharakave. Tash për me mirëmbajt këtë dhe me përmirësu, duhet me bu me të kundërtën, një me të njëjtën apëtën. E nuk duhet nefse me ashtu lakmin, ose me provokun lakmi. E lakmi ka ball, po duhet me shiku qysh me amenagju lakmin. Po njëri në sens ka lakmi, ka epsh, ta shkon e provokon edhe me situata që e shtojnë epshin. Kë në ka trajtimi i duhur. Trajtimi është me të kundërtën apo. Trajtimi është me të kundërtën apo. Sikurse ka shembull shumë nga jeta e përditshme. Prandaj thotë, nëse njëri ka xhehal, xheli me çka drejtohet? Me ilm valla. Jo me ëndër me pralla apo. E tash diku kjo këpsimi ju do kjo për shembull. Po normale be kjo pse kanë nevojë me fol? Jo po normale ku ka gjë normale. A i kanë drejtu për shembull njerëzit problemet e tyre me të kundërtën? Shpesh e jo. Për shembull, sa ka nga grupet që domthon thirrën në emër të Islamit, e flasin në Islamit, domthon që ka ignorancë. Me çka i kanë drejtu? Me çka e kanë drejtu ignorancën? Me ignorancë. Edhe ma tronse që kanë pasur. Ma mirë më kon çështë me met, se që e kanë shtuar ignorancën. Se ka ignorancë e thjesht, edhe ka ignorancë e komplikuar apo. Ignoranca e thjeshtë është kur për shembull nuk din. A më komplikuar është kur e din të kundërt në asaj që më dit atë. Çka është më e keq atë. Për shembull njëri më thon, unë nuk e di, për çka telefon për shembull. Për çka është i marrëm nuk e di atë. Çka është xhel. O xhel i thjesht. Xhel klasik, nuk e di atë. E për më thon çka telefon, për shembull unë nuk di për çka i form. Po për shembull them, ky është i bën pini materiale që gjendet këto çështën. Kjo gjallë është, po gjallë tash niveli i dytë është më i stresuar, më i komplikuar se i pari atë. Andaj njerëz fatkeqësisht, do problemin e xhelit apo e kanë trajtuar duke kaluar nivel hala më të thellë të xhelit apo. Hala më të thellë të xhelit apo. Mëse ignorancë me ato me dije e ka drejtë me çka? Me ondra apo. Me ondra. Kam po ondër, filan shi ka po ondër, kjo ondër i bën kështu me ondër. Gjelis lërko më ndërëzi, lërgot me ilmë, pëtë. Ose me besutni për shambullo, besutni të lojlejshme, përvojat njerëzve, e kësë më radhë. Andaj nuk lërgot kjo me këtë punë, kjo e lërgot me ilmë. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Që kështu lërgot, kështu lërgot. Pastaj për shambull të ndërëzër, gjdo ves i njerët që ka për shambull, mundohu me e të kundërtën. Nësë njerë për shambull që ka, njëri për shembull është që ka kooperaciv. E ka dorën shënguar. E do me trajtu për shembull këtë punë me në ibadet saktum. Ibadeti e lehtëson padyshim, mirë po ajo që e lufton kooperacion është bojaria. Nisa më dhon, është që e lufton këtë. Nisa më. Vezveset e shejtanit, çu trajton apo? Me të kundërtën apo? Me të kundërtën. Nëse shejtani për shembull do me e kompliku situatën për me e rëndu namazin, shtoja namazin. Shtoja namazin, është që shkojnë vetë të raptën. Sa ai realisht qëllimin që e ka pas ai po bën kundër efekt. Ai të shkojnë me lyp një tjetër derë për me ta kompliku situatën, se kjo situatë nuk po komplikohet, po kjo situatë po të rregullon atë. Ba andaj luftojmë me të kundërtën. Përgjigjet të kundërtën atë. Edhe kur vin dilemat për shkollën pejgamberit, vjen shejtani ti ku çka ka bëu, kush e ka kriju këtë Allahu, në fund kush e ka kriju Allahu azza wa jalla. Dilemi e bën atë. Çush më përgjigj? Thoj kul huwa Allahu ahad. E ku tamam, a vjen kush e ka kriju? Kul huwa Allahu. Çka përja duhet, në godit, në kokë me godit apo. Don, aja që po dëmë më qua atje, apo po realisht është e kundër që më ka promuar. Tash ti ke dorë më shumë me ndyshim, mua që më ka shtu bindje atë. Ose ai djali për shembull që e dëgjalli që e don përgjysht me dinë atë. Dini kur të dëgjoj. Apo. Dëgjoj çka do me këtë vepër. Me fut dyshim tek njerëz apo. Ta para myt njerin edhe të çu apo. Edhe ngjallat apo. Jo sprov, jo më kujam dëgjoj sprov më apo. Ai i bindë se Zoti, më ka shtu bindja që je dëgjalla. E kundërta. Kjo është vetë i kundërta apo. E çu do të mendoj apo. Çu është rruga e përmirësimit apo. Gjithmonë mundon me vot kundërtën asaj që tenton me bë te ti shejtani, me bë të kundërtën që tenton te ti me bë në nefs apo. Që kjo është trajtimi i duhur që thot autori në këtë pjesë. Gjithashtu të
prej çështjeve që duhet pas parasysh tek çështja e përmirësimit edhe ndërtimit edhe rregullimit të brendshmës apo që me pas reagime dhura është domthonë gatishmëria me galltit ilaçin e hidhur apo. Ka edhe edhe tash apo. Zgjen amë lejë vëllai. Po dush apo. Ka njerëz domthonë fjalë që thotë për këshilla, për fillon përpjekje është hidhur, melon diçka është hidhur. Mirë po, sikurse edhe ilaçi i trupit apo. Nuk ka ilaç tamam apo. Zakonisht ilaçi është hedh apo. Po njëri e pin ndërhyrjet e caktuara kirurgjike, problemet janë ballë vështira, problematike, po njëri s'ka çara apo. Pse i bën kët? Pse njëri hyn në ndërhyrje kirurgjike, pse apo? Për me jetu nuk hyn për me dek apo. E vështirë është, po çfarë më botash? Që kjo është realisht e vetme mënyrë për me vazhdu jetën apo. Edhe po bëjmë. Andaj edhe këtu ka situata kur duhet të bëjmë ndërhyrje për shembull të vështira, trona, me marrë mendime të rrezikshme, nga se ndryshe nuk ec zemra tek Allahu xhallahu ala. Hyn apo. Hyn në perim, hyn ndërhyrje, hyn në terapi, merr ilaçin e hidhur, çfarë do kohë për më shumë me e vazhdu tutje rrugtimin drejt përmirësimit. Prandaj ajo që nuk është në gjendje të ndërlozur me e gëlltit, me e gëlltit idhsin e ilaçit, ai nuk shërohet. Nga se thot autori, tek e fundit problemi më i madh që mund të ndodh me trupin nëse nuk e gëlltit idhsin e ilaçit është me dek. Më shumë çfarë mund të ndodh? Korxha. Me dek. A është një problem që ka me dek? Ai ka pas me dek. Ndërsa problemi më i madh që mund të ndodh nëse se gëlltit idhsin e shërimit nefsës është me shku në xhenem. E tash matë që shkime shkuat. Matë tash tjep. Prandaj për shkakun të vëllezër, edhe kërkimi i dijes që kanë përmend dietarët, apo pse sot elhamdullah nuk, po kërkon pak edhe me ul vetëm pak, më bë ka bull gjithçka apo kur ka shku Yahya ibn Ma'in te Khalil al-Hadha ka qenë shehu Buhariut rahimahullah. Por në hoxha Imam Buhariut rahimahullah, ku njëri thjesht apo me. Ka pas hadithe që ka dashur të më marr pitina Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ka qenë shoki Imam Ahmed ibn Hanbali apo bashkë kanë qenë apo. Kur ka shku te Khalil al-Hadha, apo ka dashur të marr hadithet, ai kon smut. E ka në lemra se vetëm se më përdoraj, smut u kon, ka pas dhimt apo. Ja ka marr dorën, ja ka ngjesh trupin, e ka ngjesh, e ka përgdhel zemrën, Allahu trujt, Allah të boftë, ka pa gjithçka, desa ka disponibil, ja ka dhënë hadithet apo. 2-3 ditë i ka vit. I ka vit as me di apo. Kur ka marr kontash, ka mund me dek shlira apo. Tash selam aleikum. Apo, don merr çka të më marr Allah. Apo. Mu çka vjen apo. Kontash mund me dek shlir. Nëse unë e mora çapata apo. S'është kuptim largasoj të nximit, po ka dhënë mi kallzua apo që derisa Makedon që tojnë punë gjetje, edhe me mua ishte më lehtë me ngjesh, veç ama hadithin apo. Daj që është gjetje vëllazë me po sabër, nëse kanë edhe çortim me duru për shkak të përmirësimit e kësaj përmirësohet apo. Nëse përgdheli Allahstime që na mësuan zakonisht, këtu nuk quhen në përmirësim apo. Do të më harujt tetikun, më harujt dakikun, më harujt se zvijane, shkone. Kështu nuk mund me funksionuar. Respekti po në kon po flas për kostën e me pagu ilmin apo. Kam pagu shtat, këtë kam pagu shtat. Ose ti badet ose çka do kofta. Prandaj me kon gjendje me thith edhe me shiu idhsinë do von ilaç. Gjithashtu thot autori thot bien disa këshilla do von që ka të bëjë me ato që i trajton të tjerët apo. Po kjo është shkurt, një paragraf i shkurt, nuk po duam e zhvendos vëmendjen nga rrjedha e temës tonë. Thot ajo që i duhet më shumti, atij që e trajton vetveten për përmirësim, është kuwatul azm. Bon, forca e vendosmërisë. Nëse si vendosen, këto veçën fjalë. Veçën fjalë ato, na mund të moj derisa dush. Qyre rruga është e gatë, dush me idhsinë me bë. Nëse si i vendosen praktikisht që to me i bo, krejnë këto jesën veç muhabete neve, kur që më të i pranë. Pra e të ndërruzë përcaktuesi që bën dallimin mes atij që përfiton e atij që mbetet, domthonë në fund karavant është vendosmëria e jetës. Ai që është i vendosur, apo fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kur të marrësh vendim të prerë në Allahun mbështetu, u kry puna. Çto dy janë? Çto dy janë qelsi i suksesit apo? Vendosmëria e prerë pas legitimitetit. S'mund të marr vendim të prerë nëse s'ka legitimitet.
Tash ku ta ka pru, deri këtu ka ardhur legitimiteti. A u bindëm se s'kem çare pa e një këtë rrugë, s'kem çare pa e përmirësuar të brendshëm, s'kem çare. U bindëm po. Çka ka më të më asaj kurrë. Veç tash këtë varet bes, a kemi kuni vendos, as kemi kuni vendos. Në sa ma vendosmëri e lodhur, e plotësuar, çaq proces më i vonuar apo. Edhe mësimet pa dyshim të dështuar dhe pa ndikim. Vendosmëria është po akompaniet, atëre çka e bën dallimin. Andaj thotë femeta kanë më të rëddiden, nga se nëse është i hamendur, e di po se mirën këto që po thoni këto kuptimin, po si të ka hamendje, se a është që ke dura, po pingall dhe tjerë ndikon tjetër, kjo s'është kujdes për ta. Kjo do vendosmëria. Me kuni bindur se duhet me ndërgjegj brendshmën, duhet marrë me vetveten, duhet që kjo është apo. Nuk ka vendosmëri, nuk ka bindje, thot autori po thotë, që nuk ka mundësi me pas ecje përpara thot. Wa mata ahassa min nafsi, thot edhe nëse ndodh me ndin vetën e tij një dobësim të vendosmërisë, thot të sabër, ja vetë zgarat, sabër burr, se shukon do përpara kanec, shukoj çush këtë tash flet për rrugtimin ç'më shkuam, ka dal, sa ka vujt Zakaria Yahya alayhi salam, sa ka pagu Musa, sa ka pagu e ti këtë sabër, çka të sabër është me dhometi sabër atë. Thot fe idhen qata'at azimet ose shaqi po shë rrezikohet vendosmëria, thot edhe merr edhe masa disiplinore atë. Ja nuk lejoj vendosmëria më lkund apo merr masa disiplinore. Varësisht nga situata dhe rrethanat për me e disiplinu veten e vet apo. Andaj thot sikurse njëri i ka thonë vetes vet, autori përmend, thot me ke fol në atë që nuk të përket, po një përzim punë që s'jam punë tua, thot tash një vjet ngjinojmë apo. Jo, çfarë disiplinë kjo koja ushtarake, mbi ushtarake kjo, po ne si kur e din që për një fjalë pa lidhje ngjinon një vjet, tani edhe kur duhet thot që e ke marrë mirat apo folas mos po flasëm, ose e din që don penalizimet janë serioze apo. Ama kjo është për njerëz me të vërtetë që janë shumë vendimtar, janë shumë përkushtuar, edhe e din çka po dojnë, e din ku po dojnë me shku, andaj nuk kanë kët negociat, nuk kanë kët kompromis apo. Nëse njëri i hamendur valla po lexoj, po shkoj, po bëj, s'po bëj, këta domthon janë në rangun tjetër që ky libër mund të jetë për një fazë më të avancuar, po jo për këtë fazë apo. Andaj autori thotë që kush do me ndërtu vetën e tij, me përmirësu vetën e tij, me ndërtu cilësi që reagon çu duhet në të jashtëm e tij, me rujt zemrën dhe me mbyll portat e shejtanit, që thonë që kjo rruga do që përmena më herët me ato krahasimet me nefsin, krahasimet me trupin, në fund vulja të kësaj është, vulja të kësaj është vendosmëria e prerë, normalisht duke u mbështetur në Allahun fuqimisht, ai që kështu bën me lenin Allah xhallahu ala, ja dal, për shkak se Allahu ka garantuar, duke thënë walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që përpjekën japin mund bojnë xhihad, ata kanë me gjithsesi lanahdiyannahum, kanë me disa forma përforcuese apo gjithsesi ata kanë me qit në udhën e duhur. Gjithsesi na kanë me qit në udhën e duhur apo. E Allahu na udhëzon në rrugën e duhur të përmirësimit të vetes tonë e të ngritjes në vlera të duhura që duhet zemra me i përvecu në pastrim të shpirtit e të zemrës tonë dhe të kemi gjithmonë reagime nga mendja e gjuha e gjymtyrët në përputhje me atë që është Allahu xhallahu ala i kënaqur. Këto janë disa udhëzime që i ka pranuar autori, pastaj vazhdon edhe kthehet tek çështja e zemrës dhe çysh tash zemra i priton ndryshimet, smundjet e gjitha këto dhe çështjet e tjera që kanë bëjnë me rrugtimin drejt përmirësimit dhe kujdesit nga gjithçka që e rënon dhe e shkatron njeriu nga e brendshmja e tij, nga se kur shkatron nga e brendshmja e jashtme është thjesht vetëm një formalitet i parëndësishëm dhe i paqëndrueshëm. Allahu na ruaj. Me kaq të vëllezër, Allahu i nderohet është probleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.